Kjo goditje është goditja më e madhe që ndoshta është bërë ndonjëherë në Shqipëri, sepse bëhet fjalë për një grup i cili lëvizte me miliona euro në duart e tij, dhe kur lëviz me miliona euro, historitë për vrasje më pas, historitë për vrasje me pagesë janë shumë të thjeshta. Dhe shpresoj që t'i shkohet akoma më tutje, sepse nuk përfundon vetëm me visin e Pojës apo Fatmir Troplinin apo me emra por shkon edhe më tutje, shkon në Shijak, shkon dhe në zonat ndryshme, kjo duke parë dhe bizneset të cilat janë sekuestruar, siç janë raste për shembull Majestic, është një emër aty, bëhet fjalë për një biznes i cili vitet e fundit, për shembull është zgjeruar shumë në plazhin e Golemit, në Durrës, dhe prokuroria ndonjëherë pastrimin e parave më kujtohet edhe një shprehje e një zyrtari të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të ambasadës, i cili tha që Shqipëria është kthyer në një vend pastrimit parave, dhe kjo është lehtësisht e kuptueshme, sepse mjafton të dilni një herë në rrugë, shihni këto investime kaq kolosale për të kuptuar se paratë jo vetëm që nuk justifikohen në Shqipëri, por më së shumti pastrohen. E disi më duket Jul, kur flasim për çdo rast ose operacion ose vrasje dhe ngjarje të zbardhura, sikur asgjë në Shqipëri nuk ka ndodhur pa dijenin e Nureddin Tumanit, dhe shumë e çuditshme që di gjithçka për çdo operacion, për çdo personazh të botës së krimit, ka identifikuar personazhe edhe pjesë të këtij operacioni edhe përmes fotografive, pra që janë dhënë nga policia, dhe identifikimi më pas është bërë nga Nureddin Tumani. Po për shembull Elvis Doçin e njihte që në moshë të vogël, që në moshën 15-17 vjeçare, dhe për Nureddin Tumanin ka vetëm një vis, është visi i Pojës, pra Elvis Doçi, dhe sipas tij ky kishte qenë një person, një negociator shumë i mirë për trafikun e lëndëve narkotike, dhe unë mendoj se të gjithë emrat e tjerë janë emra periferik, të paktën sa i përket dosjes, dhe Elvis Doçi apo dhe Kilnder Jaku janë emra kryesor. Nureddin Tumani patjetër ti është në botën e krimit në Shqipëri, prandaj nuk ka mafia në Shqipëri, sepse në botën e krimit në Shqipëri përgjithsisht që të gjithë njohin njëri tjetrin, dhe kur diçka shkon keq që të gjithë fillojnë të vrasin njëri tjetrin. Diçka e tillë nuk ndodh në mafian italiane, sepse kam pasur dhe një debat, a kemi me të vërtet mafia apo jo? Unë mendoj se kemi një grup të strukturuar kriminal deri diku në nivelet larta, por që nuk kemi arritur ende në mafia shqiptare. Unë e kuptoj që është përdorur shumë ky term edhe në botë, vetëm pak ditë më parë. Dhe prokurorët italian 2 ditë më parë, kur ju referuan mafia shqiptare. Edhe prokurorët italian apo dhe vetë presidenti i Venezuelës Maduro, i cili tha mafia shqiptare po tenton të prish apo të destabilizoj vendin duke hedhur bomba, por nuk mendoj diçka të tillë, mendoj se ka grupe strukturuara kriminale të cilat kanë vepruar përgjatë viteve, dhe fal skaj enkriptimeve që janë bërë bisedave të tyre, kanë arritur autoritetet shqiptare, jo autoritetet shqiptare, por autoritetet e huaja, duke ja dërguar Shqipërisë të bëjnë këto arrestime, dhe janë për të përgëzuar, sepse më në fund ndonse dosja mbante një muaj, në mos gaboj muaj i shkurt, dhe arrestimet apo goditja është bërë pas zgjedhjeve, janë ngritur dhe këto pikë pyetje, por që them se ky grup i cili është goditur kësaj herë është grupi më i fuqishëm, i cili ka operuar përgjatë 10 viteve të fundit në Shqipëri, dhe shpresoj që prokuroria shqiptare të shkojë akoma më tutje dhe të bëj lidhjet e tij jo vetëm me bizneset, jo vetëm me investimet që ata kanë bërë për të pastruar paratë e pistat të drogës, por të shkojë dhe deri aty tek lidhjet politike, sepse me të vërtet ka lidhje politike. Ne kemi parë raste shumë herë më të vogla, siç ishte një informacion për mos u arrestuar. Imagjinoni një grup i cili kalon në duart e tij me miliona euro, mos ketë lidhje me politikën, dhe unë mendoj se përkrahja që politika i jep këtyre grupeve kriminale është kaq e madhe sa që ato nuk goditeshin. Keni dëgjuar ju ndonjëherë të goditen këto grupe përgjatë viteve? Nuk janë goditur asnjëherë, dhe shpresoj që s'pak
të bëj këtë që po bën, pra të vazhdoj t'i godas, por ndoshta të shkoj edhe më tutje, jo vetëm tek një shef seksioni apo tek një oficer i policisë kufirit, sepse janë shumë periferik në krahasim me mbështetjen politike që këta persona kanë pasur. Tani, për ta përfunduar, se ti the, ndoshta 2 nga njerëzit më të rëndësishëm në këtë dosje janë Doçi dhe Ndërjaku. Kur ne themi që kokat e grupit janë ende në kërkim, janë të shpallur në kërkim krerët e kësaj organizate sipas edhe roleve të tyre, përfshim këtu dhe politikën, apo jo, janë të tjerë emra të botës së krimit shumë të rëndësishëm se Doçi apo Ndërjaku? Unë mendoj se goditja ndaj grupit Troplini, mendoj se është goditja më e madhe, sepse përgjatë viteve nuk janë goditur asnjëherë, përgjatë viteve ka pasur gjobdhënie ndaj tyre dhe më pas personat të cilët kanë vënë gjobë ndaj tyre janë eliminuar. Përgjatë viteve emri i tyre është përmendur dhe në eliminimet të cilat kanë ndodhur në qytetin e Durrësit, rasti më i fundit që unë mbaj mend në vitin 2019 ndaj Edison Harizait, pra një grup me fuqi financiare kaq të madhe është dhe një grup i cili e ka shumë më thjesht më pas të eliminojë. Ndaj dhe Nureddin Dumani i njihte këta persona, sepse kanë pasur një kapital kaq të madh për të bërë vrasje me pagesë, madje në një rast aty përmendet që Troplini vetëm për sigurinë e zonës ku banon paguante deri në 150.000 euro. Pra imagjinoni se çfarë kapacitetesh ka këtu dhe se sa e thjesht është më pas të bësh eliminime fizike, por që përtej emrave, përtej vrasjeve mes grupeve kriminale, goditja është goditja më e madhe që jo Shqipëria, po Italia ka bërë dhe ka treguar, i ka dhënë një leksion hetimi autoriteteve shqiptare se si përgjatë 5 viteve mund të hetosh dhe mund të shkosh përtej emrave, përtej subjekteve, të shkosh deri aty sa që të krijosh një panoramë të plotë se si merret kokaina nga vendet e Amerikës Latine, se si mbrin në Shqipëri, se si shpërndahet në Gjermani, për shembull në Hamburg, këta persona e kontrollokan Hamburgun, pra nëpërmjet dozave të kokainës, sepse ulin çmimin, sepse kanë kapacitete financiare dhe kontrollokan një qytet Gjermani. Imagjinoni më pas se çfarë ndodh në Shqipëri. Në Shqipëri ku nuk kapet drogas në portin e Durrësit, imagjinoni se si shpërndahet kokaina. Se ne kemi ngelur tek viti 2016, flasim ende jo po hashashi, se si shpërndahet hashashi apo heroina. Jo, si shpërndahet kokaina në Shqipëri. Kur kontrollojnë një qytet Gjermanisë, patjetër që Durrësin apo dhe qytetet tjera të Shqipërisë nuk i kanë për asgjë për t'i kontrolluar. Dakor, dhe kam përshtypjen që ne dim ende shumë pak nga kjo dosje me 1300 faqe, ndonë se ti e ke lexuar dhe na solle vetëm disa prej detajeve. Jurë Kasapit, falenderoj, miru takofshim bashkë. Faleminderit ju.